Në këtë realitet ku ne jetojmë, mënyra se si jeta përjetohet është nëpërmjet materjes fizike. Pra ti shikon përfundimin, konkluzionin, shikon një veprim, shikon trupin, shikon gjërat materiale, do me thënë nuk arrin të depërtosh më thellë te shkaku i atij veprimi, te emocionet e mendimet, apo te gjërat që të përmbushin shpirtërisht, por ti je te produkti përfundimtar, te materia. Në realitetet e tjera, në dimensionet e tjera, në nivelet e tjera të ekzistencës, nuk ekziston materia. Je thjesht ti që ekziston në harmoni të plot me gjithçka, në çdo drejtim dhe në çdo moment të dhënë të kohës. Është një ekzistencë aq e bukur, aq e veçantë, që e kuptojnë vetëm ata që e kanë përjetuar. Momenti që ti fillon të punosh me veten, dhe puna me veten do të thotë të vëzhgosh veten, të shikosh brendësinë tënde, të guxosh të mbyllësh syt për një moment, ti të futesh në brendësinë tënde me qëllimin për të përjetuar të gjitha këto çfarë un po përshkruaj tani që i kanë përjetuar unë dhe po i përjetojnë miliona njerëz. I përjetojnë në gjendjen meditative, i përjetojnë gjatë vizualizimit, gjatë hipnozës, të gjitha këto ndjesi që përjetojnë në momentin që kthehen syt brenda.